Tani kemi problem vetëm rrugën, si më sa përsërisim disa herë. Ujin e harruat, ujin e pishëm. Jo, a kishim fjalën për ujin vadit. U kryej problem. Ujin e vadit se mora vesh, ujin e pishëm, ose keni ujt pishëm. Kemi, ata kemi thënë edhe në kronikën E parë. Po. Nuk marr fjalë, nuk kemi informacion për ujin. Okej. Nuk e di. Tani shpresim për rrugën. Okej. Inshallah një nga një. Ama dhe ju duhet merrni pjesë aktive atje kur bëhet dëgjesa. Kemi marr pjesë edhe në dëgjesën. Se nuk mund vazhdohet kështu tani. Jo, kemi shku. Premtimet janë. Edhe na kemi bërë kërkesa tona, edhe ato na kanë premtu. Po akoma s'kemi pa shërbim. Shpresim Shpresa vdes e fundit tonë ata, po që të vendojë. ju duhet jeni të fortë. E të keni kurajë të flisni. Faleminderit. Faleminderit. Miq, ky i sotmi nuk ishte thjesht emision, është si kuvent. Shikoni. Fshati është thuajse këtu. Një pakicë mund t'jenë, të tjerët janë tikur. Sa jashtetit e sa në Tiranë. Kjo rrugë i ka larguar. Ama ata që jetojnë me kot plot në fshat, i kishin këtu. Kishin dhe kryeplakun dhe imamin. Në sinkron të majtë të djathtë, të vjetër e të rinj, kërkojnë vetëm rrugën. Një rrugë në 2006 të sjellin fëmijët në shtëpi, të investojnë pse jo të bëjmë bujtina. Të vim ne nga Tirana, të kalojmë një orë mes gjelbërimit. Xibri ose Keti me Tiranën, 20 minuta janë po të bëhet rruga. Po su bë rruga do një orë e gjysmë. Pse? Për 9 kilometra të shkatruara, që lidhin 4 fshatra dhe të 4 e vuajnë këtë hall të madh. Ne jemi në pikën fundore në Ket, por rrugës janë dhe fshatra tjerë që e vuajnë këtë rrugë skëter. Bashkohem me zërin e banorëve, edhe unë si gazetar, dua që kur të vi herën tjetër, të mos kësoj e të mos përfundoj në humner, se këtë rrallë shpëtuam. Po me atë degradim që po shkon rruga, se si do jetë rradha tjetër, Zoti e di. Pra, mesazhi shkon direkt për kryeministrin, Keti do rrugë. Ndryshe edhe këta banorë që kam, s'do t'i kem rradhës tjetër. Ky ishte miq, emisioni i dytë nga fshati Ket i Xibrit në bashkinë e Klosit. Emisionin e radhës, kuptohet, ne do shkojmë kudo në Shqipëri. Ne nuk do ta lëm njeriu në thjesht që zëri i tij mos dëgjohet. Ne do t'i japim mikrofonin dhe i themi fol pa frikë se ne nuk të censurojmë. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.